Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer sërish këtu në Shizon Air, na dëgjoni me vëmendje sepse tashmë kemi një pyetësor pikant, totalisht pa filtra dhe plus 18. I kam shumë qejf këto pyetësore. E nisim me pyetjen e parë. Çfarë të tërheq më shumë fizikisht tek një djalë? Fizikisht, duart dhe kofshët. Kur i ka duart e mëdha dhe te kjo pjesa këtu e dorës e ka kështu si katrore, keni parasysh? A tregojnë ndonjë gjë ato duart e mëdha apo? Apo thjesht është pëlqimi jot. I fortë. Mini. Cili nga djemt të përputhen nuk të tërheq as pak fizikisht? Rindi. A të tërheq Rindi trupi apo truri dikujt? Më falni. Trupi apo truri të tërheq më shumë? Tani dihet për të gjitha ne si fillim është pamja fizike, më pas është truri se sa mund të ngacmoj seksualisht. A ke pasur ndonjëherë friends with benefits? Ça pyetje bën Olivia tani? Kush nuk ka pasur friends with benefits dhe kush nuk ka? Ja, ka që s'ka. Ja. Po lëri tani mos bëni si gocat e përputhen që bëjnë përputhen jashtë emisionit dhe pastaj vjen emisioni dhe janë turpshme. A ka ndodhur debate kishin çfarë? Vendela shumë vet. Vazhdojmë. A ka ndodhur që kimia të kthehet në diçka më shumë brenda një nate? Pra, a ke pasur ti një one night stand? Ishte pak pikant kështu që. Ideja është këtu që me one night stand nuk mund të krijohet diçka më shumë. Jo, nuk të pyeta, por ka kimia, kupton, të kthehet për diçka më shumë brenda natës. Që ta vazhdoj. Mund të them me një friends with benefits ka ndodhur që të krijohet diçka më shumë. A të pëlqen të marrësh kontrollin apo të nënshtrohesh? Të dyja. Ça lezeti ka që se merr mashkull pak në kontroll. Ti pak atë imazhin që merr kontroll. Mëngjesi pas një nate të zjarrt, i sikletshëm apo i bukur? Pse duhet të jetë i sikletshëm, mund të jetë prapë i zjarrt. Tani Kruhem me pyetja, ku ta di. Ngela të puthjet. Puthje të gjata apo prekje të rrezikshme? Puthje gjata. French kiss. Vend publik apo privat për momente të zjarrta? Po privati po edhe publiku nuk nëse je në një vend publik dhe ndodh që ke një shkëndim momentale. Ja, e shfrytëzon atë vendin publik apo te video ndodhi në shtëpi publik? Sa do rrezikoje? Them drejtën s'dua t'ja di fare. Nuk e mendon, nuk sheh. Jo, për shembull, unë jam frekuentuese festivaleve elektronike. Tash se ishte Richard. Vendi më i çuditshëm ku ke bër seks? Nuk përgjigjem për këtë. Jo. E vëmë në siklet Marciele. Ja, në fund. Jo se jam hapur shumë kohë dhe fundit nuk dua të hapem më. Po tani për këtë pyetje s'do hapesh? Jo, do i ruajm ca prit. Çfarë po thoj për festivalet, ha? Po thoja që jam frekuentuese e festivaleve dhe normalisht kur je në një atmosferë të tillë të vjen të puthësh dikë ose të kesh diçka më shumë të fërkohesh aty që unë do ta bësh, s'ke si mos ta bësh. Jo nga këto milavatrice ama, se ças kemi dëgjuar, ka ne gjam, na thuj pak është shumë i çuditshëm ky vendi? Mund ta imagjinoj? Ndoshta në festival. Jo. Ajo i duket normale. Ajo është normal. Ua, unë duhet të di përgjigje. Marcela, nuk flem dot. A doni përgjigjen? Po. Në pyll. Po. Okej. Prita na gjë. Nuk jam shumë eksperimentuese të them drejtën. Priti jo. Ne ka vështegër për rreth apo? Si? Jo, ishte kështu pyll përballë detit. Ajo që nga romantike. Tek Richardi, më shumë të tërheq shikimi i tij apo prekja e tij? Prekja. Se Richardi është shumë innocent si natyrë, shumë i pastër dhe mënyra si prek, si të mban, si përkujdeset. Xhelozia nga partneri të ndez apo të fik? Tani duhet të jetë pak fare xheloz,
Pak. Sa me thënë, po nëse është shumë pastaj më fik I them mirëpafshim se si jena për njëri tjetrin. Mendon që dashuria pa pasion funksionon? Jo. Po pasioni pa dashuri, asgjat? Zgjat. Zgjat. Po se merrën ca flashbacks edhe Ne pas çdo gjë që thot Marsilia mi, Sepse më pëlqen. Ore, unë tu do të përshkruaj të guximshme, sepse ti flet o vlla, nuk e ke problem. Ja, I kemi thyrë gjitha tabut. ja për shembull ishi im më thoshte më fal, bëni gati për një Ta bëjmë në korë. jo, më thoshte që ti je shumë e guximshme për të qenë e dashura ime. Aha. Nuk ndihem mirë me një femër kaq guximshme. Nuk ishte uja. Ishte një narcisist. Po, çka ka qenë komplimenti më seksi që ke marrë ndonjëherë ose më I çuditshmi? Më I çuditshmi. Po pse ju I mbani mend komplimentat që ju bëjnë? Po nëse ke pas ndonjë që është I çuditshëm, e mban mend. Mund t'jetë edhe thjesht një koment Instagrami. Nuk e di, nuk më pëlqejnë këto komplimentet me atë zhargonin e lagjes. Pas ke dalë si rrush, o lal sa e mirë qeke, këto nuk Try shpifin harder. komplet. Si mendojmë që të kalojmë pak tek Big Brotheri? Duke qenë se ti je pjesë e përputhen, disa nga ish konkurrentët që ti ke pas në format janë brenda. Je gati të flasim pak për Big? Gjithmonë jam gati për Bigu. E kemi një banor tjetër këtu. Tani, Casey, Ina dhe Stelina normalisht. Ki pa disa reagime ti të lidhuna me këtë tre kënd që në rrjetet sociale. Si do të analizoje ti secilin prej tyre? Domethënë edhe situatën mes tyre. Si do I analizoja si karaktere, do të thuash? Gjithë situatën. Nuk e di gjithë situatën. Është një situatë me një dinamik shumë intensive. Casey ku anon për shembull? Sipas teje. Kujt I jep drejt? Tim Stelina apo tim Ina? Atëherë, ajo çfarë kam vënë nga Casey është që Casey është I tërhequr, jo vetëm Casey, por meshkujt në përgjithësi janë të tërhequra nga femrat që janë të buta dhe femërore. Gjë që Stelinës I mungon paksa, duke qenë se më së shumti është në energjinë e saj mashkullore, për sa I përket polaritetit të energjive. Dhe kjo ndodh nga traumat që Stelina ka pasur duke qenë protektive gjatë fëmijërisë së saj, ka ndërtuar atë karakterin e fortë që nuk e ka shumë butësinë femërore, ndryshe nga Ina për shembull që është fëmia I përkëdhelur që nuk I ka rënë një shpull prindi I saj. A mendon që Ina mund të jetë shkaktarja së daljes së Casey? Jo, Casey doli dhe nga përputhen me forcat e veta. Kështu që edhe Big Brother doli me forcat e veta, nuk mendoj që ka ndikim dikush. Biles mund të them që është Casey ai që edhe Ina dhe Stelinën I kanë mbajtur të lidhura pas imazhit të tij dhe ato akoma nuk e kanë treguar veten e tyre të vërtet kush janë. A beson ti ke lidhja Ina Casey? Besoj ata kanë kimi. Më shumë se Casey Stelina. Po. Ke thënë që I bashkon trauma Casey dhe Stelinën. Çfarë trauma I bashkon? Ideja është këtu, ajo çfarë Casey merr nga Stelina dhe nga Ina janë dy lloj validimesh të ndryshme. Nga Stelina I merr dashurinë e pakushtëzuar, të pastër etj që ai mund të kaloj kufit dhe ajo sërish t'i kthehet. Është një privilegj që jo çdo femër ta jep. Kurse Ina është sfida, është rreziku, është adrenalina që atë e kënaq që një femër si puna Inës me atë lloj karakteri që mund të tikë nga duart çdo herë, mund të jetë ti. Nën kontrollin e tij emocional. Nga puthja e parë që patëm në Big Brother, si të duk Puthja e parë. Puthja e 101. E 101. Po sa janë puthur ata para se të fusnin Big Brother. Çfarë din ti Marsiela? Na thuaj tani. Dgjoj, unë nuk them deklarata çfarë di unë që Ke parë ti të puthen që e thua? Dhe me thanë që ka, por nuk po e deklaron ti. Tani, unë them sipas Çfarë ke pa? çfarë mendoj unë. Mendon?
Tani, në momentin që ti del në klub, puthesh në klub, poston story duke kënduar bashkë në makinë, disa herë, shkoni në po të njëjtat lokale bashk, tani aty në makinë si jeni puthur ju? Si jeni kapur ju në makinë? Apo mbas makinës, apo Stelina me kë ka më shumë kimi, me Casey apo me Chrisin? Me Chrisin e përputhen. me Chrisin s'ka fare lidhje Stelina mendoj si karaktere. Kurse me Casey çuditërisht ata janë deri diku për njëri tjetrin, sepse ajo çfarë i karakterizon është që të dy kanë atë arrogancën e njëjtë në mënyrën si komunikojnë. Ndoshta ajo është dhe arsyeja pse nuk shkojnë bashkë. Të dy komfort. Po, është një nga arsyet. Si të duk reagimi i Stelinës kur pa puthjen brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Casey dhe Ines? Ishte parë dhe më para. Jo, çfarë ka ndodhur në Big Brother pas një kërcim? Tani. Atë faktikisht e kam vuajtur dhe unë kur e kam parë më ka ardhur shumë keq për Stelinën, jo realisht. Më ka ardhur shumë keq sepse Stelina ka përjetuar maktin e çdo lloj femre ose çdo lloj personi që mund të jetë i dashuruar. Kështu që për te fakti ç'a mund të ketë Stelina që mua s'më pëlqen, unë prapë përkrah Stelinën sepse E përkrah po ti e ndjen që ajo gocë është e dashuruar me atë çunin? nuk është e dashuruar me Casey Stelina, është e dashuruar me programimin që është bërë që e vogël që Casey ja mban të aktivizuar. Figurën maskullore që i ka munguar, mund të themi. Po nuk është figura maskullore që i ka munguar. Është figura maskullore që e prek në plagët e saj. Dhe duke qenë se ajo është mësuar që të preket në plagët e saj, nuk kesh dot dorë nga Casey. Cili nga djemt të Big Brother VIP 5 ti do doje ta kishe në përputhen? Cili ti tërheq më shumë që mbasi do kishe bërë edhe një date? Asnjëri. Wow. S'kam kimi me asnjë. Po ti nëse do futesh në Big Brother VIP 5, kë do kishe kundërshtar edhe kë do kishe aleat? Shumë pyetje bukur kjo. Mendoj që mund të kisha kundërshtare Selin. Është një karakter i fortë, është interesante, është e talentuar, po I don't like her, nuk më pëlqen. Kë do kisha aleate pra? Greta. Nuk e di. përkrah njerëz. Them drejtën, unë e shoh veten duke luftuar vetëm Big Brother, nuk e shoh sikur mund të kem një skuadër. Të duhen, na dala ato aty. Kush të pëlqen? Varet çka kimie mund të kishim, për shembull, Kush ta e pat energjinë duke i ajo pa Amanet nga... si Lore. për shembull me Loren mund të më ngjiste muhabeti, mendoj, nëse do isha. Marcela, ne ishim shumë të lumtura që të kishim këtu pjesëtonën. Shpresoj ta kesh shijuar pafund të bisedën e gocave. Po, mi nxorë të gjitha. Faleminderit që i ndavën me ne. Dhe neve do shihemi pas pak me një tjetër të ftuar shumë interesant. Ju putem. Atë